Agron, futemi në zemër të debatit. Kështjella e Ramsit të katërt nën sulm. Pyetja është kush e sulmon Ramsin e katërt? Spaku i cili kërkon të shtyjë mandatin për te 2028-s, pra mos jeti përkohshëm, siç e ka kushtetuta. Është nën sulm nga amerikanët, të cilët kanë dyshuar tashmë personelin e tyre në Shtëpinë e Bardhë në Departamentin e Shtetit. Dhe linja politike dhe afiniteti politik. Apo është në sulm nga vetë obori Ramsit. Njerëzit që ai me dëshira o pa dëshirë, i ka lënë të dergjen burgjeve dhe tani, në i famnyre, po akmerën ndaj ti. Ndaj, si ju thash dhe sot, në rrjetet e mia sociale, ky është momenti zonja të trinj, të gjithë ju që doni keni ambicje të mëdha për të kapur kreun, nëse keni lexuar, jeni shumë të vonuar, po më mirë vonë se kur, duhet të merrni urgjent të lexoni librin e famshëm, por ju doni të lexoni, por ju doni të lexoni, do të shikoni, mund ta shikoni dhe gjeni filmin Konti Monte Cristos. Për të kuptuar se çfarë ndodh. Këto janë pyetjet. Agron, po filloj me ty, ke tre opsione. Pra, ose është njëra nga të treja, ose janë të treja bashkë. Mund të jenë dhe arsye të tjera, po unë këto kam bërë si të përmbledhur. Pra, ose Spaku, sepse me të drejtë ka bërë një punë dhe thotë, si valla do mbaroj unë deri 2028, do më mbyllim mandatin këta, do bëhem thjesht, do kthehem në një zyrë në programin e përgjithshme. Para të si që ishte atëre zyrë, nga amerikanët, të cilët me sa duket nuk e kanë këlltitur dot një lloj trafiku që bëhet ndoshta pa lejen e tyre, të narkotrafiku kanë fjalën, apo që nuk kanë këlltitur dot dhe shakat si ishte ai filmi me atë, si ishte amëllitit ai filmi, shakat e hidhura të zonjës Bertucci, që ishte ai filmi më burë. Shakat e hidhura me atë film me atë italianët më burë. Më pëlqejnë shakat e hidhura të zonjës Bertolucci. E harrova tani si e ka batutën. Pra, amerikanët që nuk kanë gëlltitur dot se si ky ka bërë, është tallur me Trumpin, Ramsi 4, është tallur me Trumpin që ngatroi Shqipërinë me Armeninë, dakord? Në takimin me Macron. Takimin me Macronin, apo se si Laçivitas, një njeri i cili me siguri është futur shumë herë në dhomën ovale dhe ka takuar Trumpin, ose tani që është pushtet, ose kur ishte në opozit, pra ka punuar për të, nuk ka rëndësi se çfarë ashtu ka, dhe i ka thënë Latif, ai kishte Laçivita, ky e quajtur Latif. Pra, ne nuk dim arsyet. Mund të mos jetë dhe asnjëra. Prandaj Gonin e ftoi tani të na bëjë një dekriptim Agron. Si e shikon ti situatën valla? Se e di pse se kanë vënë këtu, se mund të ishte edhe një arsye e katërt, po të mos ishim në Shqipëri, po ishim në Bullgari, për shembull. Arsye ka do ishte populli. Populli këtu mungon. Populli vlla, është për qef të vet, dhihet në bira dhe në mish, të varfrit bubrojnë me para që u sjellin emigrantët, fëmijët e tyre. Këtu populli është komplet jashtë loje. Adriatik Lapaj është atje, bravo i qoftë. Duhet thënë që është shumë e mirë ajo që po bën Adriatiku. Por për fatin e tij të keq, dhe ndoshta e vetëm të tij, s'kan mbledh dot më shumë se 30-50 veta, ndërkohë që ka marrë 60.000 vota, është partia e tretë në vend. Agroni i zgjuar bashkë me Arlindin nuk e tentuan këtë gjë, sepse me duket e kanë kuptuar të që them unë, por një sekondë se mund të jetë risk i madh, dha populli nuk është. Où il est le peuple? Où il est? Il est là, non, il n'est pas le peuple. Non, il n'y a pas de peuple, non. Tu vois? Donc iku s'ka popull, atëre ç'a është? Agron, më fal për hyrjen e gjatë, po se bëra për ty, e bëra për teleshikuesit. Tani, e para, është një fake news i shpërndar nga propaganda që Spaku është i përkohshëm. Është në kushtetutë? Jo. Mbaron 2028-ën? Jo. Kjo s'është e vërtet. What? Jo, s'është e vërtet. Kontrolloj, nuk është e vërtet. Spaku është i përershëm. Jam prokuror të Spakut, një sekond, se ka një diferencë shumë të madhe. Po? Jam prokuror të Spakut, këta prokuror të Spakut të cilë u skadon mandati. Do ketë prokuror të tjerë të Spakut, por Spaku është i përershëm. A se ti thua, nuk mbyllet si strukturën 2028? Nuk e them unë, e thot kushtetuta. Nuk mbyllet Spaku, kjo është pjesë e propagandës, është një fake news, është shpërndarë nga propaganda. Po si të më thërë, edhe mua më ka shpërndarë propaganda? Jo, ne tani, do njerë, ne nuk jemi të vëmendshëm. E marrim të mirë qënë, dëgjojmë nga 10 burime të ndryshme. Për njëjtë gjë dhe marrim të mirë qënë që është ashtu. Është dhe çështje diskutimi me diskutizve. Jo, nuk është fare diskutimi. Po unë jam është avokat, është jurist, Marsiti. Kete drejt për këtë gjë që është lënë pa qartë. Jo, nuk është e pa qartë. Spaku është i përershëm. Jam prokurorët të cilëve u skandon mandati, do ikin këta prokuror dhe do vinë të tjerë
në fakt, Dumani ka kërkuar që mandati i prokurorëve të SPAK-ut të rinovohet, po mandati, jo SPAK-u. SPAK-u është i përhershëm. SPAK-u nuk është një prokurori speciale, por është një prokurori e posaçme, që janë dy gjëra të ndryshme. Speciale është mund të jetë një sinonim i të përkohshme, se është speciale, dakord? Kurse e posaçme është e përhershme dhe posaçme, që thotë merret vetëm me korrupsionin në nivelet e larta dhe me krimin. Dakord? Ky është fakt. Tani mos t'i futemi i diskutimeve, ky është fakt. Shikojeni, verifikojeni, se pyesin dot me çatin, se çati mbas të çatit do ta thotë se kjo nuk është. Jo, nuk është, unë kam dëgjuar këtë gjë, pa dashur që Nëse po çesi, edhe s'po të jetë kështu siç thuat, ja gron dhe mendoj. Pra këta që janë tani vëlla, nuk do donin të vazhdonin, se këta tani janë me eksperiencë. Kjo është tjetër gjë. Kjo janë dy gjëra të ndryshme, nuk pra do kemi të bëjmë një përkohësi. Nuk do zhduket pak. Ti merresh me strukturën. Më fal, Unë merrem me njerëzit që e bëjnë strukturën. Dakor. Okej, dakor. Tani unë thash një saktor, janë dy gjëra të ndryshme dhe janë të rëndësishme. Atëherë mos e thuaj që është fake propagandë, sepse sa duket është thjesht i keq kuptim. Nuk e kisha me ty. Jo me mua, jo. Keq. Se thash që ke me mua. Jo, po nuk e kam me gjithë ata që janë, të lutem. A janë 20-30 prokurorë atje sa janë? Më ndodh mua që shpesh ndonjëherë nga që dëgjoj gjithandej dhe nuk marr mundimin ta verifikoj dhe bie dhe unë viktime e propagandës së maxhorancës. Pyetja qëndron. Ata njerëz që janë sot e SPAK-u dhe te GKK-ja, nuk kanë ambicie të vazhdojnë? Se duhet të zvendësohen ata? Po mirë, kjo është tjetër gjë. Kjo është tjetër gjë. Interesi personal. Kjo është tjetër gjë, kjo është thelbi. Prandaj dhe Dumani e thoshte gjithmonë, ti vetë thua. Arjan, tani. Jo, mo ti janë përgjigje pjesës parë. Po. Nga kush është në sulm? Tani, kthehemi tek nga kush është në sulm. Nga SPAK-u? Atëherë, nga amerikanët, nga u bori vetë. Edi Rama, si autokrat, është i kërcënuar nga drejtësia. Pra nga SPAK-u? Më fal një sekond. Jo, një sekond. Nga drejtësia që do thotë SPAK-u, nuk do thotë SPAK-u. Them SPAK-u se janë prokurorë. Çështja ashtu. Se ne nga që nuk kemi mësuar me ndarjen e vërtet të pushteteve, se kjo është thelbi. Ne kemi një model. Kur ra diktatura, ne u pajtuam, doni modelin perëndimor. Modeli perëndimor është që pushteti ndahet në 3 pushtete ndryshme. Ke gjyqësorin, ke ekzekutivin, ke legjislativin. Tani e zëm tek ekzekutivi dhe legjислativi, jo vetëm në Shqipëri, po pothuajse kudo janë pothuajse bashkë. Nuk ka një diferencë të madhe dhe është shumë e vështirë të kuptosh edhe diferencat, po nuk po i futemi kaq thellë. Por diferenca më e madhe dhe më e dallueshme është gjyqësori dhe ekzekutivi. Maxhoranca dhe gjyqësori. Tani ne jemi mësuar me një mungesë totale të gjyqësorit. Nuk ekziston, nuk e dim. Po deri para ca vitesh, po. Deri para ca vitesh, dakor. Ishte ma bënin, nuk është se s'bënin, po nuk ishte kjo e papërfillshme. Po nuk ishte ky zell i madh. E papërfillshme. Pothuajse inekzistente. Tani janë futur dhe atëre shumë pa hajde. Tani, ne po shikojmë dhe po gjykojmë atë që ndodh në mënyrë si përfaqësore. Po merremi jo Balluku, jo Velia, jo... Janë shumë. Janë disa, por këto nuk duan analizuar si rastet veçanta dhe hajde diskutojmë tani duhet pezulluar, s'duhet pezulluar, duhet arrestuar, s'duhet arrestuar. Është e qartë që jemi përballë një fenomeni historik. Kjo është një kthes historike për Shqipërinë. Në 35 vjet, për herë të parë, vitet e fundit, se pavarësisht se reforma në drejtësi ka 10 vjeta, më shumë se 10 vjet, ne vitet e fundit po shikojmë diferencën, dakord, për herë të parë të korruptorit po dalin para drejtësisë. Ishte i pa imagjinueshme. Iku kjo. Më fal, jo, kjo është shumë e rëndësishme. Jemi dakord me këtë? Jo, pse kjo është shumë? Kjo është diagnozë saktë, nuk do të kush perethon. Më të lutem. Ty ai pyet jashtë kush dhe pse? Tani, nëse pastaj dalim nga Shqipëria dhe shikojmë çfarë ka ndodhur në Europën e lindjes, në disa vende të Europës së lindjes, si në Rumani, në Bullgari, në Kroaci, në Sloveni, dhe shohim që ka ndodhur e njëjta gjë identike. E njëjta gjë identike, identike, po identike, totalisht identike. Dakord? Dhe në ato vende sundonte korrupsioni, dhe në ato vende ishin gjysmë autokracira, ishin vende që kishin dëshirë të hynin në Bashkimin Evropian, pranuan një reformë drejtësi, pranuan që drejtësia të vepronte, të merrte të pandehur njerëz që dhe aty e quanin veten të pa mposhëm dhe të pa prekshëm, dhe aty po këta njerëz reaguan dhe sulmuan drejtësinë. Është rasti i Rumanisë, ku prokurorisë të Rumanisë i kanë bërë sulme të pa imagjinueshme. Pse? Sepse bëri të njëjtin gjë që po bën Dumani këtu. Mori të pandehur, ish kryeministra, ministra në detyrë, kryeministri në detyrë nëse s'gaboj, ai që e sulmuan aq shumë sa Bashkimi Evropian e mori dhe e
emëroj prokurore të Bashkimit Evropian. Është e njëjta që ka marrë pandehur Mogherinin, nëse të kujtohet para disa javë. Qartë. Kështu që ne nuk kemi pse të shkojmë shumë larg. Mjafton të shikojmë çfarë ka ndodhur në vendet përreth nesh. Dakor? Dhe s'kemi se ta bitemi nga reagimi. Reagimi i Edi Ramës, se ky është thelbi. Më fal që të kthej pyetjen, nuk është kush po e rrethon Edi Ramën. Jo. Po pse Edi Rama i është vërsulur drejtësisë? Para njërë do të... Ore, digjo, meremi dhe me Edi Rama, po fillimisha, mu të jemi përgjigje si pas teje. Nga këto tre që kanë vënë unë atje, unë këtë e bëjde për metodik ma, dhe për njerëzit që mos rodhen shumë. Apo janë të treja bashkë? Se mund të jetë treja bashkë. Janë treja bashkë, do të. Unë po them, ne duhet të shkojmë përtej Spakut, përtej Amerikanëve, përtej Oborit. Po që përtej qëfar ka? Përtej do të qëfar ka? Përtej do ishte populli, po s'ka popull. Ka një kthes të madhe, ka një ndryshim të madh. Pastaj, përballë të ndryshimit, kur është marrë një vendim në perëndim, sepse nuk po e bën Spaku, është e qartë që nuk po bën Spaku, se të ishte vetëm Spaku, pa mbështetjen e ndërkombëtarëve, pa një plan të qartë për pastruar Shqipërinë nga korrupsioni, Spaku s'do kishte mund të bënte asgjë. Tani në Shqipëri jetojmë, e dim që njëri vetëm nuk bën dot asgjë pa mbështetjen e ndërkombëtarëve. Po mos shikoni që ndërkombëtarët, çdo herë që Edi Rama sulmon Spakun, çdo herë që sulmon Dumanin, çdo herë që sulmon prokurorët, kanë një takim me një ndërkombëtar, një ambasador, marrin një çmim, marrin një vlerësim, thirren në Washington, thirren në Bruksel. Kjo ndodh në mënyrë të përditshme. Po mos kishin patur këtë mbështetje të vazhdueshme, Spaku nuk do kishte bërë kur atë që ka bërë. Nuk do guxonte kur të dërgonte oficerët e BK-s, ti dërgonte në zyrën e Edi Ramës e ti thoshin tani këtu kemi nevojë të hymë. Dhe pa i shpjeguar se ku do hynin, çfarë do bënin. Imagjinoni se si mund të jetë ndjer Edi Rama, kur i ka ardhur telefonata nga garda, aty ka thënë, shiko, shef se kanë ardhur nga BK-ja. Imagjinoni se mund të ketë reaguar. Si ka reaguar, më thënë? Futesh do të... Jo, me që e bëjtë të pyetje. Si ka reaguar, ma? Imagjino ti Edi Rama je mbret në një... Si thot Ariani... Se nuk lirohesh do t'i posë. Haroj që jemi në ekran, një sekundë se je matë që ma hape këtë. Si ka reaguar Ramsi në momenti që i vajtën ata të BK-s, Marsit, lutem. Unë mendoj që Rama në momentet... Që po bështetu si puna ime, të lutem. Jam dakord që reaktohem, po. Edi Rama në momenti që ka dëgjuar lajmin, nga shefi gardës, sepse është gjithmonë ai që mund të ketë lidhjen, sepse gjithmonë hierarkia është njësia maksimale një hierarki që flet me i tjetër. Na i bëk shumë muhabet. Po. Mendoj që gjëja e parë është që do i ketë sharë, ka thënë ku i çon mendja. Si marrin këtë guxim që vinte edhe me patlake në brez, siç e quajtë ai. Patlake ai e thot për atë të Joniketës. Po. Për bab Myslimin, s'ka lidhje po. Po, a di ku po vjen simbolik që ka reaguar në një lloj forme me akrim. A e din se ku po vjen? A e din se ku po vjen? Ndryshe nga goni ti thua që mund të jetë trembur, ti thua nuk është trembur. Jo, ka reaguar. Pra Ramsi është trim thua ti, nuk ka rëndësi se. Shikon nganjëherë kthimi gjërave ndaj gjërave me arrogancë ose me krenari tregon frikën më të madhe. E di pse, sepse funksionon një sentencë nga antikiteti lashtë që thotë që nganjëherë qëllon të quhen trima ata që kanë frikë largohen. Dhe nganjëherë për shkak sepse nuk din si të reagojnë, ata që reagojnë direkte me arrogancë ose me sulm, janë ata që janë më frikacakët. Sepse s'ka një strategji të qartë, ndodhin gjë e papritur që nuk e presin. Se ishte papritur ajo? Sepse kur doli Ramsi që e bëri atë publikisht, kishte kaluar ditë që kishte vajt BK-ja atje, nuk është ndodhi atë ditë. Jo, reagimin si mund të ketë reaguar. Se këtë reaguar në atë moment, po ati. Momentin atë moment. Ne se dim se ka në atë moment, për na u thash të fantazosht. Për te pyete. Po kjo është fantazi. Ndërkohë ky referohet Ramsit që pa në video. Në moment, po thot. Ku ju referove? Momentin. Gjë parë, të flasim një që mendon veten të paprekshëm. Kupton? Imagjino as. Është realisht paprekshëm. Është. Deri dje ishte paprekshëm. Çdo lloj pushteti. Çdo lloj pushteti. Arian, çfarë ndodh kur një entitet i paprekshëm cënohet? Dëgjoj. Gjëja e parë që vjen në mendje është çfarë i thot mendja, si guxon. Si guxon. Para një të jap përgjigje kësaj pyetje, sepse dëgjoj. Okej, përgjigjem. Do ju ftoj pasaj që të bëjmë një kështu, do ftoj edhe njerëzit të shkruajnë te QR kodi. Dakor. Shiko, kryeministra në detyrë nën hetim janë shumë. Për shembull, më ky tani që është bërë më i fundit fare është Netanyahu, që ka vite që është në hetim. Po. Nuk e di është kurti apo jo, po kurti u thirr, po kurti zvajtin prokurori, nuk është në hetim kurti, u thjesht dëshmitar. Martesë dëshmitar. Person ndjeni. Pra, unë këtë e kuptoj
që nuk është, këtu për shumë ka tabu, mund të marrë dhe Ramën në tim këta ore. Mund të marrë në tim. Tani e themin e këta janë. Para kushtet. Si. Po tani... Unë kur them është i paprekshëm, gonin, nuk e ka fjani se marrë do të në tim. Tani, të themi ati që është. Nuk i bëjnë të gjë, mora Agron. Tani ne themi edhe shikojmë Netanyahu, shkojmë të tjerë. Deri para 2 vitesh, ne e mendonim të pa imagjinueshme që të mere i veliaj në hetim, jo të me të arestojt me... E vërtet është kjo, e vërtet është. Ka qenë, që da thoshte i miku jo një vjetër, një pamundësi absolute. Po, pamundësi absolute, po. Rregull pra, tani pyetja është kjo. Jure dakord të dy bashkëmarrësit dhe tjerë dakord me Agron Shenjën që... Unë jam dakord me Shenjën, janë të treja bashkë, po unë mendoj që gjithmonë shkaqet kush mbi valon? Kush do them pra hierarkinë e shkaqet. Ajo që thash unë, janë të treja bashkë në kuptimin kur ti e përball një fenomeni të tillë, është e qartë që i ke të gjithë, sepse Spaku bën detyrën e vet, ndërkombëtarët janë zgjedhin kur fillon një përplasje, do zgjedhin të mbështesin Spakun dhe Obori trëmbet, mbetesh vetëm. Por gjithçka buron nga një vendim që është marrë, që nuk është marrë në Shqipëri, që nuk ishim në gjendjen e ta bënin, si thua ti, unë nuk fajsoj popullin, dhe ne jemi demokraci, se do të fajsoj veten time në atë pare, pastaj të merrem... Nuk jemi demokraci, kujdes termat i përgjithshëm. Jo, po them, jemi një demokraci shumë e re, jashtëzakonisht shumë e re, dhe to ishte pothuajse pamundur që një shtet kaq i ri me një demokraci kaq të re do ishte në gjendje që të bënte një reformë drejtësisë si kjo dhe të bënte një ndryshim kaq të madh, të merrte të korruptuarit që kanë një pushtet të jashtëzakonshëm dhe ta merrnin ta nxjerrin para drejtësisë. Kjo është ajo. Për një sekond, Agron, marrësit një sekond, të bëj vetëm një xhiro deri tek SPO-ili se janë pa benzinë dhe do vi prapë. Me kënaqësi më të madhe. Ju kam thënë 100 herë, mos përdorni çdo lloj zorre që ju del në rrugë dhe ta fusin makinën tuaj se e shkatruat makinën ai. Sa ju kam thënë? Jo, ke fjala zorë, nuk e di se u pëlqen të gjithëve. Po zorë është fjalë që përdorin shpesh njerëzit, zora e ujit që ujit kopshin, e ke parasysh. Fjala zorë është fjalë e bukur shumë, zorët e barkut, e kupton? Ne zorë jemi, po ta mendonin, çe jemi ne. Siç ka zora brenda, ju e dini se çka. Po në këtë rast zora ka brenda një gjë shumë të vlefshme nëse e përdor zorën e duhur. Ka benzinë dhe naftën më të mirë, më e ndershmja, më e sakta, pa hile. SPO-ili miq, urgjent. Do shpëtoni një herë mirë makinën tuaj. Nuk do ju dritet makina më. Do marri frym. Performanca e motorit do jetë bravo Said, the fuel of champions. Të paparte SPO-ili, shqyqy që i kemi këtaj. Shqyqy që i kemi. Unë shkoj shpesh të rruga Kavajës, nuk e di pse më pëlqen darkë, vonë. Shka një romantizëm atje. Dile ndaloj, është i kafe, hop, hap, kraun, shop si vinë makina, që është një gjë... Po, mund të shikoni... Po, mund të bijnë dashuri me një moment kër shikoni një makinë që futet zora dhe që mbushet. Po, të tjetë ambient i bukur, të tjetë logo. Po. Po, jetojmë kohë shumë interesante në Shqipëri. Baste të mëdha. Kush bie, kur do bjerë, kush do e haj, kush do futet, andaj këtej një lloj reality show i papar. Tensioni i lojës politike. Tensioni i lojës politike, po ndërkohë flitet dhe për jetë private dhe personale të shkatruara ndërkohë. Po, si diskutojmë. Kujdes, gjitha njerëzit që sot hynë në qelivlla, në paraburgim, nuk kanë rëndësi të dalin nesër të fashën pa fashën. Në një farë mënyrë këta kanë marrë një vul, një herë për gjithmonë jetën e tyre dhe jeta e tyre në një farë mënyrë ka pësuar një goditje të madhe. Edhe i kosto psikologjike. Kosto psikologjike, ata dhe familjet e tyre. Pra, që mos dalë nga tema, kjo që po ndodh në këto momente, siç është argëtuese për një shumicë të madhe njerëzish, duhet të jetë drithëruese e dhimbshme shumë për një pakicë të vogël njerëzish. Fatalizëm. Dhe e bukur është në këto kushte, ajo që unë s'kam kuptuar kur është etja për para dhe për të bërë i pasur. Sa më shpejt. Brenda një muaj, brenda 2 muaj, brenda një viti, është kaq e madhe sa që thonë, s'ka që le të vemi në burg, të bëjmë 2 vjet burg, se në fundit jeta është para. Agron? Nuk e di se unë nuk kam zgjedhur atë rrugë, që të rrezikoj... Patjetër, unë e hapsi perspektivë. Ishte bëra si... Si për shumë në administrator, Agron, kush firmon sot mërë burg? Në fakt, ka një problem shumë të madh. Por nuk firmon s'keri sot mërë. E para. Janë të shqetësuar për burgun? Kanë frikë nga burgu? Kjo është pyetja. Ti thua jo. Pjesë jo.
Qartësisht jo. Një pjesë tjetër po. Unë di për shembull që në Ministrinë e Infrastrukturës nuk kanë dhënë dorëheqje me dhjetra zyrtar të cilë ju shkërkuar të edhin firmën dhe nuk edhin në firmën. Dhe kanë dhënë dorëheqje, kanë preferuar të ikin, të japin dorëheqje dhe nuk i zvendësojnë dot. Sepse ka njerëz të gatshëm që të vënë të firmosin për ata. Kështu që Ranci nuk ka faj shkreti që thotë, po më shkatroni vlla, nuk po qeverisë dot. Jo. Fal po. Nga ana tjetër, ti thua, më vjen keq mua, na vi keq ne për gjithë ata që po dalin para drejtësisë. Po më sigurisht, por do na vi keq edhe për ata qindra mijëra shqiptar që për fajt të korrupsionit, për fajt të abuzimit, për fajt të vjedhjeve, nuk kanë marrë pronën, nuk është njohur prona. Janë një nga të drejtat thelbësore të njeriu. Me leje? Më fal. Keqardhje mund të kemi për ata ne, po ata për veten s'kan, pse s'danin protestojnë? Tani, të lutem. Ku është kontrargimi? Tani do flasim për protestat. Të vjedhur. Tani një sekond. Të vjedhur, të plaçkitur nga prona, Të përçmuar. të përçmuar, të tallur. Arian, Dhe me këtë logjik, Arian, me këtë logjik i bie që keqardhjet kesh respekt të për ta. gjithë Gojimat pa parë në niveleve të larta. me këtë logjik, të gjithë ata që jetojnë në vende që janë ose diktatura, ose janë diktatura, soft diktatura, le të themi, përgjegjës nuk janë diktatorët, nuk janë autokratët, nuk janë... Ata janë. Më fal një sekond, por janë qytetarët që nuk reagojnë. Qytetarët që nuk reagojnë në koronavirus. Nuk janë përgjegjës. Nuk reagojnë. Nuk kam keqardhje, po them, agron. Të lutem. Nuk thash janë përgjegjës qytetarët. Ti the, a do të kemi keqardhje për ata që janë të vjedhur? Më lejo ta mbaroj tani. Do të lejo patjetër. Përgjegjës. Jo, s'janë të përgjegjës, janë dakord me ty unë. Po nuk thash që kanë përgjegjës, ata në Venezuela nuk janë përgjegjës. Edhe një pra, e the ti. Se këta janë përgjegjës. Unë të thash, do të kemi keqardhje për ata. Edhe keqardhje. Po pse të kemi keqardhje? Unë kam keqardhje. Unë për ata që jetojnë në një diktaturë, në një autokraci, në një vend që janë më shumë një autokracie se një demokracie, unë jam shumë keqardhës. Po pa ata vetë, pse s'janë ata vetë? Por sepse shumë qytetarë, ne nuk mund të presim që të gjithë të jenë eronj. Kush thanë? Po se ti këtë po kërkon. Jo, më dani për hallin e tyre. Tani më lejo ta mbaroj një sekond, se ore nuk është e thjesht të... Ose s'kan halle, vlla. O, Arian, Po. kur ti bombardohesh për ditë nga propaganda, ti nuk e di më se çfarë është e drejta dhe çfarë është e gabuara, çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Dakord? Sepse jeta jote është totalisht e kapur. Jeta jote është totalisht e kapur. Ajo që ti mendon, nuk e mendon ti, por është imponuar nga mediat. Ajo që ty të takon, ti nuk e di më çfarë të takon. Sepse ti mendojnë që duhet, nuk e di këtë drejt apo s'ke drejt, ajo prona të takon apo s'e takon. Dakord, sepse i ke jetuar, ke lindur, je edukuar në një vend të padrejt, totalisht të padrejt. Nuk e di as cila është e drejta jote. Sa shpesh na ndodh ne që shqiptar, që të rinj ikin nga Shqipëria, vjen jashtë, ore nuk jetojnë shumë, jo 20 vjet, por 5 vjet, dhe kanë zhvillojnë një ndjenjë të padrejtësisë, një instinkt, po. Jam dakord me ty. të jashtëzakonshëm. Sepse kuptojnë që ka drejta. Patjetër. Kuptojnë, këtu nuk e din fare që kanë drejta. Ti thua pse s'delaj për ai, nuk e di fare. Nuk e kërkova një sekond, të lutem një sekond. Në një vend ku ministri e shëndetësisë të thotë që ti agron, që ankohesh pse ai zotria u ankua që i vdiq djali se s'kishte ilaç, e thot, agron, po ti pse s'më more mua në telefon me që ishe kaq i shqetësuar për shëndetin e atij zotris. Kupton? Ministria të thot në parlament, ti thot një deputeti, shiko se unë mendos kush do jetoj e kush do vdes. Tani imagjino kur e mendon ajo, ai qytetari nuk e di fare që atij takon. Nuk e di fare që ai do ta marrë ta shkundi. Dakord? Imagjinoj kur është i sëmur, ka një të afër të sëmur aty, i vin mjeku, i vin drejtori, i vin infermierja, se si ndihet ai raport me autoritetin e tyre, në një gjendje nevoje të jashtëzakonshme. Kupton, nuk është e lehtë të gjykosh tjerët. Është e lehtë. Nuk është aq e thjeshtë. Nuk po i gjykojmë. Më fal një sekond, pastaj mos harrojmë gjë tjetër. Ore po flasim për një popull që është gënjur për ditë nga politikanët. Thua ti pse s'dalin njerëzit të protestojnë? Për këtë protestojnë? Pa më shpjego pak mua. Për këtë do protestojnë. Se para se ti bëj moralin pse s'dilni, për këtë do protestojnë, më thuaj. Për kë? Për cilën parti politike do protestojnë? Ta shpjegoj unë, por dhe për mua. Tani, ne jemi një parti e re, e sapo krijuar, me 2 deputet. Deri dje thosh një s'kishin për t'ia dalë kurrë. Dhe ai thot, para se dal unë me ty, të rrezikoj vendin e punës, të rrezikoj që të mbyllin biznesin, rritu dhe pak ti agron. Se ma mbush edhe pak mendjen që ti mund ta rrezosh Edi Ramën. Se unë mund të vend ti them atij, hajde ti lëri gjitha rreziko gjithçka çka ke. Dhe hajde pas meje. A i ka nevoj që unë ta bind.
Si ta bëj? Duke punuar, pa nga pak, ishim pa deputet, ishim pa parti politike, tani jemi me 2, nesër do jemi me më shumë. Dhe se cili zgjedh momentin e duhur se kur do të na bashkohet, kur do të na mbështesi. Po me kë do bashkohet? Do bashkohet me Partinë Demokratike? Më fal, mundet taj ti thuash vetëm një çmendur. Thot, prit tani të dalu në shesh që dikush që ka qeverisur të vend për 20 vjet, ka 35 vjet politik, ti jap mundësinë që të kthehet pranë pushtet. Tani do të jesh ti vërtet je gjykon atë i thua, po si s'del ti, si nuk del Edi Rama po të vjedh. Më fal, dakor, po më vjedh unë e shoh thot ai. Po unë dua ndryshimin. Jo tani të ndroj Edi Ramën me dikë që ishte në qeveri 15 vite para Edi Ramës. Po pse në Bullgari tani? Më fal një sekond. Vetëm ta mbaroj. Do në propozitën? Kemi raste të tjera, për çfarë do flasim? Ti thua... Dare më po dëgjoj herë mua tani. Po të lëk kështu, po jo. Po të lëk kështu pastaj është vetëm monolog. Jo, ta mbyll. Në Bullgari, po përgjigju këtu për tani se po nuk më dhe përgjigje, s'ka kuptim. Në çdo vend të botës. Në Bullgari, ti mendon se donën sepse kishin një alternativë? Jo, mos ndër, jo. Donën sepse atje korrupsioni kishte arritur. Edhe dha dorëheqjen ai. Dha nuk ka kishte zhbënde ai. Po diskutohet. Po nuk donë partitë politike atje po duhet. Po pse Serbi njerëzit donën për veten e tyre. Arian edhe Serbi 1.500.000 veta në shesh. Pa opozitë fare. Veten e tyre më burr tani kanë dalë. Prandaj Agroni dhe ka dhe s'ka drejt tani këtu, e kupton? Agroni do patjetër të ketë një. Agroni mendon që këto protestat ose tubimet e qytetarëve duhet të jenë patjetër drejtuara nga dikush. Jo, mor, jo. Jo, mor, jo, se vetë kur bie vetën majt hundës dhe kur vetë fika në kock, njerëzit dalin vlla. Po këtu e di pse s'dalin në Agron. Jo sepse nuk kanë kë parti opozitare të mbështesin, jo. Sepse nuk kanë bestim. Sepse bubrojnë Agron. Bubrojnë të gjithë Agron. Ditën kur mos kanë të hanë, të grije në mëngjes, të hapin frigoriferin, që s'do kenë frigorifer. E të shohin që është bosh, të shohësh ti si do dalin vlla. Atëherë do të shohësh ti. Ajo ditë në Shqipëri nuk është vlla. Se Shqipëria noton në trafiqe të palishme, në drogë pafund, në bubrime, evazion fiskal pafund, dhe kjo është historia. Dhe 800.000 njerëz jetojnë, minimumi 800.000 njerëz, vetëm nga rroga shtetërore. Ky është një vend që harxhon, është ndoshta i vetmi vend në Europë që ka shpenzimet më të mëdha publike bëhen në Shqipëri. Dhe Agroni thotë mua, jo po s'kam parti, s'ka një parti fare po. Tu njerëzit, ti më fal, mos i ngatroj me ata që kërkojnë lëmosh në rrugë, ata i vinë të makinat që ata të shkretët, nuk kanë lidhje, nuk janë ata të varfrit në Shqipëri. Ke parasysh këta më egjiptianët e vegjël që dalin me prindët e tyre. Teleskosu shkretë, që i jep në 500 lekë. Ta më i të fshin gjama në rrugë, burë. Mos ngatroj me këta, nuk flasim për këta, nuk janë të varfër ata, vlla. Ata janë nomad, ata në çdo shoqëri, sa do e pasur të ata do ekzistojnë. Ata ashtu jetojnë. Mos ngatroj me egjiptianët. Dakor? Po flasim për të varfër, nuk ke varfëri në Shqipëri, Agron. Nuk ke varfëri në Shqipëri, vlla, se të gjithë këtu bubrojnë. Po të kishte varfëri të siguroj që do dini në shesh pa pyetur fare kush është. Është Agroni që po na theret? Është Adriatiku, është Arlindi, apo është Berisha? Fare më fare. Kjo është bindja ime, mund ta kem gabim. Unë them në Bullgari dhe në Rumani, nuk dolën për partitë. Jo. Ata që kanë dalë atje, ka më shumë varfëri në Bullgari sa në Shqipëri. Ore, varfëri nuk e quajmë për të shiko. Mos ik fare në limit mo. Po tani ti po mësua mua që Unë mbasin benefitet që kanë. Unë mbasin njeriu proteston dhe kur unë bëj benefitet. Po them edhe një tjetër, edhe sektori bankar është në rritje me kreditë depozitat. Na urdhon kredit. Po kjo. Po si do thotë depozitat e paga. Nuk do thotë fare. Ore Agron. Tani çështja është. Të paktën bëri diagnozë saktë, më nuk po themi gjë. Na mendon se diagnozë saktë, unë kam flisë mos keni nuk e diagnozë saktë. Lajmi është që jo vetëm informaliteti dhe formaliteti është në rritje. Kjo është një fakt. Kush? Jo vetëm informaliteti, pra po dhe formaliteti është në rritje. Kredit bankare, depozitat bankare vërtet. Tu është droge pa parë më burë, dish para ka këtu. Ne ankohemi, dakord, dhe mendojmë që Shqipëria duhet të ishte në nivel tjetër. Po ta krahasosh Shqipërinë në të njëjtit me Shqipërinë, thoshme sigurisht ka rritje. Çdo vit ka rritje. Dakor? Problemi është që rritja nuk është aq e madhe sa ne do të donim. Si mas standardet po këtu janë dakord. Dakor, pritshmëria jonë është shumë e madhe, kështu. Bëni krahasime tani po janë arritur depozitat. Po mund të jenë arritur depozitat. Por pritshmëria është shumë e madhe. Shqiptarët duan që fëmijët e tyre të jetojnë shumë më mirë se që jetonin ata. Po që ikëm nga pyetja, tani u ikëm po tani me që e kthyem vetëm ta mbyll këtë. Mbyllën 60 sekonda lutem Agron. Ti mendon që nuk është kjo. Ti mendon që nuk janë nuk është kjo kryesorja, mund të jetë kjo. Po, ne po flasim tani, ne po flasim për kryesorën. Unë nuk po them që gjithçka që thua ti nuk është e vërtetë. Unë po them thjesht që thelbi dhe elementi kryesor ose të paktën ajo që ne duhet të bëjmë është jo të presim të varfërohen më shumë, jo të presim të vejthikan palc, por çfarë mund të bëjmë ne?
Dhe unë mendoj që ajo që bën diferencën është besimi. Duhet të fitojmë besimin e qytetarëve. Duhet i frymëzoni, thua ti. Absolutisht. Duhet të fitojmë besimin. Duhet që për atë që është në shtëpi dhe po na sheh, kur ndodh ndonjë gjë dhe unë i bëj thirrje apo kushdo tjetër i bën thirrje, ai të rrit aty thotë, po tani ja vlen që unë të dal. Duhet ja vlej. Duhet ja vlej sakrifica, duhet ja vlej mundi. Dakor? Kjo është ajo. Për sa kohë? Sa pikë jep Agron Sheaj? E di, po nga që edhe nuk dua të se jemi jashtë kohës. Sa pikë jep faktit që në fakt, dhe këtë kam pyetur më arsitin, po do ta bëj me ty si fillim. Kështjella e Ramsit nën sulm nga Spaku, nga amerikanët apo nga Ubori. Janë të treja bashkë, cila është që dominon, nuk ma keni thënë akoma, po çon si ka. Sigurisht është e qartë se çfarë dominon. Elementi kryesor janë ndërkombëtarët. Okej, po pyetja ime është kjo, para se ta mbyllim. Pyetja ime është, a mendon ti Agron që kjo që po i ndodh sot qeverisë së Ramsit, pra gjithë kjo furtunë e madhe, kjo kështjellë që po rrethohet, dakor? Dhe po i vjen aty, po i afrohen. A mendon që është merit e denoncimeve tuaja, kur them tuaja dhe vetëm të tuaja? Të opozitës. Po njerëzit që janë kundërshtarë të tij, është merit e prokurorëve që ja kanë marrë donat e din të hetonin dhe din të futen më thellë për të zbuluar undergroundet, korrupsionin, gjithë faktet. Janë vërtet amerikanët, sepse ju kanë betë qefi me ndonjë gjë, kanë dyshuar administrata, ky i thonë ka qenë i Sorosit, Suzi mund të frynë në vesh dikuj tjetër, La Civitaja nga njëra anë, etj. Ky këshilltari amerikan që nxori me Gonigalin, e dini ju ky këshilltari amerikan me origjinë greke, që nxori i pari foton e Ramsit me Gonigalin, nuk e kishte nxjerrë njëri Marsite, ke parti atë, është perla jo. Ta nxjerrin tanine. Pas pak do i çojë Atletios të nxjerrim. Agron, sa informacion. E ditë kush e kanë nxjerrë në Amerikë foton e Ramsit me Gonigalin? Jo, kush e kanë nxjerrë? Një nga njerëzit më të afërt Trumpit që ka punuar me Trumpin deri para pak kohësh. E nxori dori publikisht dhe tha. E kuptoj. Ai ishte me origjinë greke. Po. Kam emrin Pulopoulos. Nuk e di si e ka tamam, do ta shoh tani. Nuk e di të më kujtua kjo gjë, që Akmari Argjell që ja të ftohtë, po çon si ka, këto histori të tjera, flasim një herë tjetër. Po thoshë Agron që nuk mendon se në fakt kjo vepër që mbroshojmë tani ne, që s'ka mbaruar akoma, që duke si krye vepër, po nuk është bërë krye, është vepër. Kjo rrethimi i kështjellës. A mendon se është më shumë në fakt lufta e brendshme e klaneve brenda mazhorancës, që po ja fusin njëri tjetrit? Se këtë nisja të shifte të shëve që në fillim. Për shumë si pas se Erion Velia i sot. Po marrë Erion Velia se në krahasimit të tjera të kokën e këta që janë fut brenda janë shumë. Këtë beqen e shumë. Ky është edhe më i fuqishëm dhe financiarisht, edhe për nga lidhjet që ka. Dakor, që ka pasur. Shumë ti mendon që Erion Velia i sot nuk është interesuar për shumë që të dobësohet pushteti i Ramsit? Por e ka shumë të interesuar për këtë punë. Dhe të tjerët, kur them Velia... Ne duhet të kuptojmë çfarë është historia. Më fal. Dhe çfarë është... Ky personazh që se njifja deri dje, Gjys Agasi, rreth se do të pyesë për akshin sa të parë që i shportim pa parë. Kanë akuzë për kështu të strukturuar kriminal, grup të strukturuar. Grup të strukturuar. Ky për shembull Gjys Agasi. Jo vetëm ai, po dhe drejtoresha e Akshit. Ajo po them për këta dy biznesmenët një herë. Ata ishin të përfolur për lidhje me krimin, kjo është prej kohësh, nuk është, po ajo që çudit është. Ka thonë kanë hapur halle të mëdha më burr. Çfarë kanë bërë? Kanë shkaktuar halle të mëdha shumë në mazhorancë brenda valla, sepse kanë, se thuash janë pjesë kanë shumë armiq. Jo. Kanë krijuar çfarë? Se thuash janë pjesë që kanë goditur strukturat larta të qeverisë. I kanë goditur, pra i kanë sulmuar në kuptimin sulmet e brendshme, sulmet e brendshme nuk janë një gjë që kanë sigurisht po ndodh. Prandaj dhe pyetja ime është, ndodh në organizata shumë të vogla, jo më kontekstin e bëra gjithë. Pyetja ime është. Po. Mos është ju Agron t'ja u them më të troshmar. Jeni komplet jashtë loje më burr si opozita. Po. Pra kjo që po i ndodh Ramsit sot më. Po. Kjo buron. Ky tërmet. I buron nga shtëpia. Nuk i buron fare nga ju. I buron nga shtëpia pra, brenda shtëpisë. Janë të gjithë jashtë loje për atë punë. Aty ka një... Po kush është atëherë? Absolutisht janë ndërkombëtarët, unë ta thash. Vendimi... Ti javë Amerikanë, nuk javë Oborit. Që Obori, mbreti i moment saktuar e humbet kontrolli mbi Oborin. Shiko. Po pse jo më kujto, Po. Më fal, mendoje për një çast. Jo, mendoje për një çast. Unë nuk është se kam atë të vërtetën absolute, nuk e pretendoj. E hedh thjesht për debat. Sa njerëz sot, sa armiq ka bërë sot Edi Rama, me dashje apo pa dashje duke i lënë brenda, ose në proces për të shkuar brenda në burg. Sa ka bërë? Autokratët arian nuk bien kur nga brenda, bien gjithmonë nga jashtë. Unë di që
Gjithmonë perandorit kanë nga brenda. Nga brenda Autokratët në vendet si Shqipëria nuk bien kur nga brenda, bien gjithmonë nga jashtë. Shikoni gjitha eksperiencat që ka nga Libia, po marr Saddam Husseinin, nuk jemi në ato nivele, thjesht po marr si shembull për të thënë. A ti flet për atë lloj, për atë lloj regjime. Të gjitha autokracitë bien nga jashtë, nuk bien kur nga brenda. Ose ndodh një gjë e jashtëzakonshme, një katastrofë natyrore apo ku e di unë, ose ndryshe nuk bien nga jashtë, është e pamundur. Nuk e rrezon dot, dhe ju flisni për popullin, e vini përgjegjësi popullit, pastaj i vini përgjegjësinë opozitës, por një autokrat nuk e rrezon dot. Venezuela, për shembull, është rasti i fundit, ishte një vend i pasur, një vend i zhvilluar, e mori një i çmendur, një autokrat, ja dha një autokrati tjetër dhe në fakt ata nuk din nga, është e pamundur, nuk e largon dot një autokrat nga brenda. Është e pamundur. Marsi ti si mendon? Jam totalisht dakord, jam i bie. Pra Agron Shea i thot dha këtu sot, më shumë ka besim dhe është e drejtë e tij te amerikanët. Që po i ndodh kjo, pra sipas Agronit, me sa kuptuam ta, për themi fjalë thjeshta unë, janë të treja, thot Agroni, por prevalon amerikanët. Është e domosdoshme, nuk është e mjaftueshme, por ndihma nga jashtë është e domosdoshme, nuk është e mjaftueshme. E kuptoj, po mos isha ata automatisht do ishte bërë, nuk do ishte Nuk do fillonte fare, por nuk mjafton. Nuk është se mjaftojnë ata dhe autokrati bie, nuk mjafton. Duhet të ketë edhe një, prandaj po flisja për besim, prandaj po flisja për një alternativë të besueshme, sepse nuk mjafton. Jo, deri tani them, Kështjella, lere atë mo, atë e thamë atë populli, është histori tjetër ajo. Kështjella tani zhëtuar nga këta të tre, po kush prevalon, kjo është pyetja. Atë do ta filloj, sepse e lash për gjysmë pak përpara, janë tre shkaqe që prevalojnë, po ka hierarki dhe brenda shkaqeve. Pra, cili është shkaku primar, shkaku sekondar ose shkaku... Tani këtu jepi për të kuptuar diferencën tënde me Agron Shea. Po. Disa... Jo, edhe Agroni e bëj hierarkin. Ja të tre thanë, po amerikanët kanë prioritet. Unë e shikoj si Agroni, po është komplet ndryshe rezultati. Në çfarë forme? Amerikanët kanë qenë ideatorët e kësaj që po ndodh sot, pra me krijimin e SPAK-ut, reformën në drejtësi, mbështetjen që i dhanë, suportimin financiar, suportimin logjistik. SPAK-u është, si thua, ekzekutori i këtij operacioni. Pra është ai që i merr këtë lloj suporti, krijon fakte dhe ekzekuton dhënien e drejtësisë. Po cilët janë nxitësit që e nxisin situatën nga brenda, që shkaktojnë, si thuash, atë rënien e dominos parë, në mënyrë që kur bie domino e fundit, cënohet ajo që ne shikojmë si përfaqe. Pra pak a shumë është ajo që po themun është kush është themeli, ajo që ne nuk shohim. Se ne shohim godinën, pasi nuk shohim themelet. Themeli është vetë oborri. Pse? Sepse një autokraci ose një stabilokraci të abuzuar, si që është rasti Shqipërisë, Edi Rama për mua nuk është autokrat, është stabilokrat që abuzon. Pra do më thënë, japin një lloj pushteti, për një qëllim caktuar politik, ai e përvetson. Dhe kjo e bën të jetë abuzues. Sepse ishte nevojshme kjo situatë stabilitare në Shqipëri. Po për të shkuar tek pyetja e Arianit. Çfarë ndodh? Vetë oborri brenda dhe dihet që gjithmonë edhe brenda një autokracie klanet luftojnë me njëri tjetrin. Patjetër. Siç ka qenë brenda sistemit komunist. Klani Mehmet Sheut, klani... Lufta brenda llojit, pra, nuk ka rëndësi se ç'regjimi është. Gjithmonë lufta brenda llojit është luftë edhe më e fortë, sepse edhe vetë brenda njeriut është lufta e trupit me shpirtin. Është vetëm ajo materia dhe ekzistenca ose metafizika. Në këtë kontekst, unë mendoj që gjithmonë, duke qenë se klanet këtu lufta brenda llojit, pra brenda oborrit, funksionojnë për interesa të caktuara, gjithmonë kur ka një grup ose një klan që bëhet më i rrezikshëm, sepse ma nxitet pak iden nga ajo dhe edhe un kam fakte të dhëna që është si shteti për këtë grup që sot ne tim, kërkojnë gjithmonë më shumë dhe janë të pakënaqur. Atëherë çfarë ndodh? Ata që deri i kishin miq, bën marr miq më të këqij se ata që ke jashtë godinës ose jashtë kështjellës. Pse? E ka thënë Machiavelli në librin e tij Politika. Ai ka thënë që gjithmonë bashkëpunon me armiqt. Pse? Sepse kur ti një armiku i jep një benefit ose i beson diçka, ai ndjen detyrimin që këtë besim që ti jep tregoj që unë do ta përkthej duke dhënë besnikëri. Kurse miku gjithmonë është i pakënaqur se kërkon gjithmonë më shumë, mendon që meriton më shumë dhe duke pretenduar që meriton më shumë, çfarë ndodh? E rrezon kështjellën nga brenda sepse fillon përplasja. Pse ta marr unë, po mos e marr Ariani, pse e mori Ariani dhe se mora unë? Çfarë ndodh? Kur ndodh kjo lloj lufte, ndodh ajo që quhet zjarrvendja, nxitja e fakteve. Pra një grup i caktuar i merr këto fakte dhe nxit. Nesti angoni dhe ka shumë nesti angon. Sigurisht. Sepse ai në mënyrë, domethënë, kallëzimi nëpërmjet nesti angonit tregon si funksionon oborri. Këta çfarë bëjnë? Këta kur bëjnë punë bashkë, di çfarë bëjnë? Krijojnë dosje. Krijojnë dosje në mënyrë që pasaj të shantazhojnë njëri tjetrin. Dhe ky shantazh, edhe mendoj ky është një biznes më vete. Ky është biznesi, pra çfarë bëjnë? Këta instrumentalizojnë të që themi ne amerikanët SPAK-un, e instrumentalizojnë për interesa që duken shumë vulgare, shumë vogla, po që funksionon interes të këtyre.
Dhe sot pyetja është, kush është në një klan ose në një obortar brenda oborrit që gjithë kjo stuje ka lënë pa prekur? Ai është ai që përfiton më shumë. Ka gjithmonë brenda oborrit, në kohën e sistemit komunist ka qenë Ramiz Alia. Ishte më i paprekuri Ramiz Alia. Po tani kush është o? Kush është tani? Kjo është pyetja. Po janë disa, nuk është një. Flas në lartësinë e Ballukut, Veliajt. Kjo është pyetja. Po një sekondë se tani na futen në kështu, është e burr kjo që na futen në këtë situacion. Po. Pra, pyetja kush është njeriu që po përfiton tani këtë moment? Po, e di pse ngita këtë pyetje. Sepse nga ai duhet të bëhet drama më shumë, që kur ti vinë në herën tjetër afër ndërtesës, pra paranoja e Ramës sot nuk duhet të jetë jashtë godinës, duhet të jetë brenda godinës ti. Atë nuk kam një mendim se kush është sot që përfiton nga gjithë kjo histori dhe që po e shijon. Kush është? Elisa Spiropali. Erdhi në një pyetje nga publiku. Jo. Erdhi në pyetje them. Pyetje nga publiku. Po me që kishte... Do i lexojmë, po. Po para pyetjes duhet di njërë, të dali foto e me Gonigani që hodhi ai. Ledio, e ke? Ja, Goni ta shofër, se ndoshta se ke parti këtë foto, nuk është bërë shumë live, ja, kjo është. Ledio, të lutem as, ma do këtë foto dhe me i që ka të QR kodin. Shikoni, kjo është një foto e Ramsit, foto normale, nuk është foto e fshet, që ka pritur Ramsi në zyrë me Gonigalin. Tani, Ledio s'ka mundësi të afroj, po kush ma lexon se është anglisht? Ledio, më nxirr atë version anglisht, sepse kjo shqip është për kthyer gabim. Kush ma lexon ma përkthej për publikun? Ta lexoj unë versionin shqip. Jepi. Atëherë Charles Megonigali është fotografuar këtu me kryeministrin e Shqipërisë, ndërsa ai po pranonte rishfete. Ai gjithashtu drejtonte hetimin Crossfire Hurricane me Komi në të njëjtën kohë. Ledio, lexove shumë keq dhe nuk u dëgjova asgjë, vëlla. Lexove pas një kështu, e lexove shumë ftohtë, domethënë. Mund ta lexosh? Charles Megonigal thotë është këtu në fotografi me kryeministrin e Shqipërisë, ndërkohë që pranon... Hajde te kjo, Ledio, se mbetet e Marsiti, hajde te Goni, se po flet Goni, pa të lutem, Agroni. Një sekondë, Agron, të lutem, një sekondë se u bllokuar regjia këtu, nuk e di sepse. Jepi Agron, të lutem. Charles Megonigal thotë është këtu në një fotografi me kryeministrin e Shqipërisë, i cili ndërkohë që po merr para, kështu i bie, po merr një pagesë korruptive. Dhe tani këtë, kush e ka hedhur, kush e ka postuar të? Papadopoulos pra e ka publikuar. George Papadopoulos. Po pra, po ku më erdhën mua, se më erdhën këtu, po nuk di ku më erdhën tani. Pyta, po pra, po. Atë çat meri është kjo, kjo nuk i dua fare, këtu ku vin gjatë live-it mua, këto më heqin komplet nga emisioni. George Papadopoulos, cili ka qenë këshilltar i duket edhe foto këtu, i zotit Trump. Dhe që vazhdon akoma të jetë në ekipet e tij. Nuk është më këshilltar i tij, po punon për të. Tash ta nxirja këtë sot se është domethënse në këtë moment e rrethimit të kështjellës. Po të kuptuar që janë aq shumë marrë miq të këtij të gjatit që janë bërë, po ky kujtues ka bërë vetëm miq, po në fakt është çmenduri sa që nuk i dihet se nga i vjen vëlla. Pak kënaqësia e miqve është gjë më e rrezikshme. Ky ka vetëm një shans vëlla. Madh. Që nuk e ftoj Agroni për debatu se e bë mirë. Ky vëlla ka popullin, heshtin e popullit me vete. Dhe kjo është arsye se të do mbijetoj, mendoj unë. Është e pamundur që të rrëzohet një autokrat si ky, dakord? Në qoftë se ata që duan të rrëzojnë shohin që populli është, pra populli mungon. Është e pamundur. Në ekuacion duhet populli patjetër vëlla. Se duhet të jetë kjo alibi e madhe, këtu nuk është. Shumë vende më të zhvilluar se Shqipëria dhe demokraci më të konsoliduar se Shqipëria, kur janë qeverisur nga autokrat, nuk e kanë patur pothuajse të pamundur dhe nuk e kanë dalë të çlirohen nga ai autokrat vetëm. Jo, thotë. Dhe populli shumë herë më të qytetëruar, le të them. Po. Kanë pasur nevojë në nxitjes gjithë. Absolutisht ka patur nevojë për një fuqia. Po, ka patur nevojë për një ndihmë nga jashtë. Kështu që Shqipëria nuk tani ne mund ta bëjmë përgjegjës popullin. Po jo, nuk e bëjmë, jo. Tepër pastaj që ne po konstatojmë. Pastaj ne kemi qartësisht ka disa elemente të tjerë që rëndojnë situatën. Populli jam dhe unë në këtë rast, se kanë gjë në protestë. Dhe e ndihmojnë Edi Ramën, është largimi i një pjesë të mirë të shoqërisë në përgjithësi. Të gjitha bashkë, të gjitha. Ajo ndikon shumë sepse në përgjithësi largohen ato. Po Agron, para se ta mbyllim, dhe të falenderoj që më erdhe, ose u kënaqa me ty dhe me Marsitin. Mund të më thuash, kjo është protestë, se thuash me një fokus caktuar që do bëj Partia Mundësia,
Do keni me orë dhe me ditën duke të premten. 10:30 mblidhet Komisioni i mandateve. Këshilli i mandateve dhe imunitetit. Ore, po për Akshi s'më the asgjë, mor burr. Se s'më pyetet s'të lë, Jo. kishim hajde Ama Marsita Maku, por dhe unë. dy fjali për Akshin. Ai im është. Dy fjali për Akshin. Të pash ishe shumë i revoltuar me Akshin, la në atë. Kishte një speech të papara atje për Akshin. Të pash në faqet e tua. Nuk jam i revoltuar. Jo, i revoltuar në kuptimin politikisht, po ishe i... Sepse ajo që më revolton Qa dim për këtë Akshin, Agron, sepse ti e më afër kësaj ka dy historisë të element Akshit. shumë të rëndësishëm të Akshit, ose tre le të themi. E para, në krye të Akshit, Akshin këto 12 vjet ka patur kryetare një zonjë e cila sot akuzohet jo vetëm për pabarazi në tender. Pabarazi në tender se duket një fjalë sikur, a mos e çash pabarazi vendi pabarazive. Pabarazi në tender do thotë përcaktim të fituesit, vjedhje. Është njësoj si thotë pabarazi në gjykat. Po, e njëjta gjë. Nuk është një gjë kot, edhe se pabarazi. Është shumë e rëndë, kupton? Por kjo nuk akuzohet vetëm pabarazi në tender, po kjo akuzohet se është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Dakor? Dhe e dyta, ajo që është jashtëzakonisht shumë e rëndë, është që në Aksh ishte një zotëri që fitonte të gjitha tenderat ose pjesën e masë të tenderave. Një ditë të bukur, Ky Gerond Meçe, po. Një ditë të bukur, ndodh që i thonë që do i marrësh më ti, po do i marri dikush tjetër. Dakor, ky thotë jo, s'do i marr, do i marr unë. Po. Dhe proteston. Dhe ç'a bëjnë? E rëmbejnë, E rëmbejnë, por nuk e rëmbejnë me bandit. me policë. Oficer policie, Qyta. të veshur me uniform policisë, jo bandit të veshur me uniform policie. Oficer policie në detyrë. E rëmbejnë. Dhe zëvendës drejtorë. Kupton? E rëmbejnë. E rëmbejnë në mesditës dhe e detyrojnë që të kontaktoj administratorin, i thotë administratori të riqë tani nga gjitha pretendimet, se ky kishte ankimuar gjitha tenderës dhe thoshte sot janë aty, unë i marr për vetë. Normal. Dhe çfarë ndodh? Në fakt, po të shikosh, që ka ndodhur një çudi aty, se këta janë tërhequr të hënën dhe të martën kur ky është liruar nga pengmarrja, i ka shkruar Akshit që të riqem nga tërheqja. Perë. Kjo është fakt, ë? Po, e di. Ka për mediat, e di. Ka parke, po. Mënyra si tregon pëlqen. Struktura kriminale, pengmarrje me oficer policie, dhe e treta shumë e rëndësishme, kemi të bëjmë me Akshin. Akshi ka të gjitha të dhënat tona. Ka kadastrët, ka firma digjitale, ka çdo gjë. I Albanian, ka yrjet në kufi, Teams, ka gjithçka. Praktikisht jemi të gjithë të shantazueshëm. Nëse kemi diçka që nuk duam të bëjmë. Të dhënat sensitive? Të gjitha, çdo gjë. Çdo gjë. Dhe këta ka një bandë kriminale në krye. Unë di raste ku pronat janë marrë, janë vizur. E kanë marrë nga Kodra dhe janë çuar në Po, kam dyshuar, po bëjnë kështu, po të para. Sepse ç'a ndodh? Pastaj aty është vjedhur grop e zezë. Pse? Sepse kemi patur të bëjmë. Kam patur një fond të jashtëzakonshëm, qindra miliona euro, por kemi të bëjmë me një fush ku nuk janë si rrugët, i thua vend ndërtua një rrugë, ndërtua 5 milionë euro kilometri. Dhe të shikon është bërë rruga, s'është bërë rruga, është rrugica apo është autostradë. Ke një mundësi të bësh çek. Kurse aty flasim për software, për shërbime. Nuk e shikon dot ti. Jo. E vërtetë. Nuk e shikon, nuk e vlerëson dot. Me sy të lirë, duhet të jesh ekspert, duhet të kesh të dhëna, duhet të kesh projekti, nuk e shikon dot, kupton? Aty është abuzuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Fitimet e atyre që kanë marrë këto tendera kanë qenë marramendse. Dhe kjo ishte arsyeja. Pra denoncimet që ka bërë Ametaj nga Zvicra, në lidhje me këtë agasin dalin të vërteta, absolutisht. Në lidhje me Akshin më burr. Dhe me Akshin, po. Që është obori privati, kopshi privati i Ramsës. Absolutisht. Kur e tha atëherë, në fakt, e mbam se shloshin përgjithësi këta faktorët mediatik. E më mirë tani. Jo sepse është akuzuar, ai ishte korruptuar. Tani ai, tani me këtë që ndodhi normal do flasë, nuk ka ç'a bëne, kupton? Dhe them drejtë, unë nuk e mendoja që do arrini deri te godina ngjitur me kryeministrin këta te varet tjera kryeministria Akshi, jo? Që ka qenë si që varet nga kryeministria, nuk ka. Po. Drejtoresha e Akshit është një person shumë i afërt me Edi Ramën. Po pse është i afërt, më çfarë? Ç'lidhje ka kjo me Linda, me kë është i afërt kjo? Tani, ajo... Ç'lidhje kanë lidhje çfarë, janë kushurinë, çfarë? Nuk se kanë lidhje familjare, por raporti i tyre ka qenë një nga personat më të afërt të kryeministrit. Ti e kishe dëgjuar ndonjëherë emrin e saj? Jo. Një nga institucionet më të përfolura, tendera sekrete, miliona euro. Kontrolli gjithë dhënave. Nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë. Unë era parë që dëgjoj emrin, dëgjova kur nuk besoj duhet parë tani se është edhe Google-i, ti shkruan. Po më agron dëgjoj. Shkruajtur ndonjëherë, është përmendur emri i saj
Ky është vendi ku flasin Për gjithçka. Flasin për gjithçka. Çfarë nuk thonë edhe për mua. Patjetër. Dakord, për të gjithë ne. Keni dëgjuar një gjysmë fjalë mbi atë kur askush nuk ka përmendur ndonjëherë. Dakord? Thjesht për treguar se sa e pushtetshme. I ra miti, thua ti. Ra dhe miti. Po Ishte një lloj miti që nuk fliste ishte njëri. miti, po absolutisht. Kishte një lloj. Kjo ishte për treguar lidhjet me pushtetin, lidhjet me kryeministrin. Rënja saj tregon që SPAK-u dhe BK-ja ka ndyrën kryeministri. Jo, po, nuk është në godinë e kryeministrisë ajo. Është godina tjetër. Për shkak të afrimitetit. Edhe të gjithë funksionalitetit. Është e qartë që SPAK-u ka shkuar te rrethi i ngushtë e Tiranës. Nuk ka mbetur njëri më s'ka të tjerë më të ngushtë se. Për ta mbyllur Agron, ma thua do shkurtimisht dhe Marsi do e pyes. Kjo betejë që ka nisur. Dhe që pritet të zvaritet dhe nisa 2 janar, që të flasi kushtetusja, tani të shojmë të prenden, do heqin apo imunitetin zonjës. E tjera, i kalon të kuptohet që tani ka një shumicë në parlament, dha 83 vota nuk japin kur, pra, da mund të vazhdojnë të bien dajres, do të thënë, me fjalë tjera, po ne do e shohim dha, nuk e japim dot. Nuk e japim, nuk kem si lëshojmë njerëzit tanë, kupton? Kush e fiton këtë betejë, thua ti, në finale? Ramsi apo SPAK-u? Unë jam 100% i bindur që SPAK-u dhe ndërkombëtarët këtë betejë kanë të fituar. Do ta fitojnë, nuk mund mos ta fitojnë. Po ti imagjinon dot Edi Ramën, ta themi seriozisht se dhe jo Ramsin katërt. E mendon Edi Ramën për shembull që të ikë nga pushteti pas sa që ndodhi Agron dhe kushdo që të ishte. Tani ne kur Ju në një farë mënyrë, ai po shikon tani që e kanë vënë me shpalla për muri. Ti e imagjinoje. Ai do bëj diçka që mos iki. Ti e imagjinoje. Po ai do bëj, po këta Gjithë ata që përmendi zoti Shehaj, vetëm një ndërhyrje, pra Saddam Husseini, Gaddafi. Jo, por edhe këta më afër të. Idi Amini që të gjithë kanë ardhur në fillim me afinitetin ndërkombëtar, me mbështetjen e tyre dhe në fund janë lënë me shpatlla mas murit dhe madje janë sulmuar nga faktori ndërkombëtar. Të gjithë autokratët arian vinë me mendimin e ndërkombëtarëve dhe rrezohen po prapë mendimin e ndërkombëtarëve. Ka një fotografi. Është precedent historik. Ka një fotografi shumë domethënëse të ish kryeministri të Kroacisë, nëse mund ta kërkosh ta gjesh. Dakor? Disa herë kryeministër Sanaderit. Disa herë kryeministër. Jashtëzakonisht shumë i pushtuar. Si ishte detyra ai? E kanë mbajtur, po nuk ishte detyra ai, po e kanë mbajtur në pëllëm dorës për vite të tëra, ishte ai që konsiderohet njeriu që e futi Kroacinë në Bashkimin Evropian. Dakor? Pas disa muajsh e arrestuan. Doli ka një fotografi ku del nga burgu, pas 8 vite burg, me një qese në dorë me robë. Po, doli i lajm. Si askush, nxirr fotografi. Po, kur do nga. Tani ne nuk kemi parë kryeministra që të përfundojnë para drejtësisë dhe të etohen dhe të dënojnë si qytetari thjeshtë, ose janë qytetarë thjeshtë. Nuk janë. Jo, problemi është që nuk ka rënë nga qielli. Janë njerëz, këta janë, më fal, dhe ai që nuk kupton, janë njerëz të thjeshtë. Edhe Edi Rama, para se të bëj i plotfuqishëm, ishte një qytetar shqiptar në vitet 90, më fal. S'ka qenë asnjëri thjesht, valla. Dakor. Kjo është diferencë. Në vitet 90 ishte një emigrant në Francë që kërkonte të mbijetonte me atë që bën. I përkëdherur shumë në çdo moment. Në Francë. Po nuk ishte gjithandej, po. Tani, dëgjoj. Po. Sidoqoftë. Mos dëgjoni legjenda urbane. Sidoqoftë nuk ishte shumë larg atij pushtetit që ka sot. Pa aman e donte atë pushtet që i ri, valla. Mirë, dakor, po gjithë shu janë këta. Nxirre foton e atij kryeministrit, ashtu si ne shohim Edi Ramën sot, ashtu e shikoni edhe kroatët atë ish kryeministër Sanaderin, që sot e shikojnë si ju mendoni kush ishte, shikoni kush ka qenë ministër, se ne kryeministra që të kenë rënë atë mënyrë nuk kemi parë ndonjëherë, po kemi parë ministra. Ish ministra në Shqipëri të para 15 viteve, 20 viteve, 25 vite. Ku janë sot? Kush janë qytetarë thjeshtë? Por e Agron, po. Digje se ti edhe ti ke informacion se deputet ke njerëz që ke edhe ti lidhjet e tua, kupton? Por e Don Agaçi, ku është Don Agaçi? Këtë se di, nuk. E di kush është Don Agaçi? E di se di. Ai Berisha është pa parë për të vënë kështu emër ashi. Shumë i bukur është. Don Agaçi. Don Agaçi në fakt e ka emrin Angjell Agaçi. Angjell Agaçi, që është sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë. Sepse llafet Gojt e Liga thonë që ka ikur këto ditë, nuk është në Shqipëri. Nuk ditë. Janë thjesht Gojt e Liga, unë s'kam asnjë, kam dëgjuar, vetëm kam dëgjuar. Çdo gjë është e mundur. Me çfarë po shohim, çdo gjë është e mundur. Don Agaçi. Ja ti këthi buzqesh sepse është Italia që Don Agaçi, çfarë. U të prende kam një histori të bukur shumë, Agron. Ma trego. Për ta mbyllur emisionin.
ka filluar një luftë e paparë në Sicili. Këto 2 vite e fundit midis Cosa Nostrës dhe mafjes shqiptare, la mafia albanese, për narkotrafikun. Luftë, po. Pra, kanë bashkëpunuar shumë kohë, tani kemi dokumentar që kemi gati, kemi ekskluziv, ka bashkëpunuar shumë kohë, tani, si pas gjithë raporteve në Sicili dhe me vënde, që është një Vitoria në Sicili, që është një vënd që quhet Vitoria. Vitoria, janë sa vëndet tjera, jo Sirakuza, Raguza, se shtot... Raguza, pa. Bravo. Është një gjeografi, se ku janë, pra ku është teritori Cosa Nostrës dhe ku është teritori që kontrollojnë mafia albaneze. Duke dhe çuditshme. Narkotrafik. Më duke dhe çuditshme. Mos u çudit fare se janë italianë ata që flasin. Jo, dakor. Ka dhe një, do kemi dhe një audio. Kemi dhe një audio ekskluzive, Ai libri që doli i famshmi, nuk e di e lexuat apo jo, që është tregon historia, nuk flet për Sicilinë, flet për Romën, flet për veriun e Italisë, flet për Hollandën, flet për... Edhe këta pra, se si vjen në Sicili nga Shqipëria, dhe pastaj përfundon në portet e tjera, në Hollandë, në këto. Kjo është narkotrafiku. Po. Mundë, ke drejt. Jo, po kjo është e sigur, po. Thjesht më them, duhet trajtojmë me këtë gjë, me i lirë punën të prenter. Po, shumë e bukur. Marsit, falenderoj jashtë madhe. Kënaqësi si gjithmonë. Agron, ite kënaqësi. Tani do të qeras në fund me një video që ti se ke parë. Kemi një mikun ton nga Afrika. Them miki, ose e njohim, po e trajtojmë si mik,